Prej më shumë se 3 orësh mbështetësit e Partisë Demokratike të udhëhequr nga kryedemokrati Sali Berisha dhe deputet të djathtë protestuan në Tiranë. Kryeji i Partisë Demokratike Sali Berisha mbërriti pak pas orës 18 në selin blu i veshur sportiv. Pas një takimi rreth 40 minutash, lideri nisi marshimin bashkë me protestuesit drejt kryeministrisë. Tubimi nuk nisi me fjalime, por me molotov drejt godinave. Pas kryeministrisë u sulmua me molotov Ministria e Brendshme, Infrastrukturës dhe Selia PS-s, ndërsa u dogje dhe një makinë policie. Ndërkohë, policia e shtetit u kundërpërgjigj me autobot me ujë dhe gaz lotcellës për të ndarë turmën. 15 persona janë arrestuar dhe 9 të tjerë janë vënë në hetim në gjendje të lirë pas protestës organizuar nga Partia Demokratike. Policia ka nisur procedimin penal edhe për deputetin demokrat Klevis Balliu pas protestës që përshkallëzoi në tensione mbrëmjen e djeshme. Sipas autoriteteve, gjatë protestës u hollën molotov dhe fishek zjarre në drejtim të institucioneve, si kryeministria, Ministria e Infrastrukturës dhe zona pranë Bankës së Shqipërisë, ku ndodhet edhe selia e Partisë Socialiste. Nga përplasjet, 6 efektiv policie mbetën të lënduar dhe po marrin trajtim mjekësor në spital. Mes personave të shoqëruar nga policia ka pasur edhe të mitur, të cilët janë lënë të lirë pas procedurave. Ndërkohë, ambasada gjermane ka reaguar sot pas protestës së djeshme, në të cilën u shënuan episode dhune. Në një reagim zyrtar, ambasada gjermane dënon akte të dhunës ndaj personave dhe objekteve dhe i cilëson ato të papranueshme.